Në rajonin nr. 5 të Karbonarës, një nga lagjet më të mëdha dhe më të rëndësishme të bashkisë Lushnje, kanë përfunduar punimet për rikonstruksionin e rrugës Adem Jashari. Kjo rrugë, me gjatësi 800 metra dhe gjerësi 4.5 metra, ishte prej vitesh në gjendje të rënduar dhe pa investime, duke u kthyer në një shqetësim të përhershëm për banorët. Rruga Adem Jashari ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm si arterie dytësore që lidhet me rrugën kryesore Lushnje-Berat, por edhe për funksionin e saj jetik në lehtësimin e qarkullimit të banorëve dhe fermerëve të zonës drejt tokave bujqësore. Zona e Karbonarës është e njohur për aktivitetin intensiv bujqësor dhe pemtarin, ndaj kjo ndërhyrje ka impakt të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetesës dhe zhvillimin ekonomik lokal. Punimet për asfaltimin janë drejt përfundimit, ndërsa aktualisht po punohet edhe për mbushjen e bankinave anësore me material stabilizues. Ky investim është realizuar me fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit pas kërkesës së Bashkisë Lushnje dhe në kuadër të angazhimeve të kryetares së bashkisë zonjës Eriselta Sefa, e cila çdo ditë ndjek nga afër problematikat dhe zhvillimet në çdo lagje dhe njësi administrative. Ky investim është pjesë e një plani më të gjerë për urbanizimin e zonës, pasi më njëherë pas përfundimit të asfaltimit, pritet të nisë një tjetër projekt për sistemimin e kanalizimeve të ujrave, ndërtimin e trotuareve dhe gjelbërimin e hapësirave përreth me pemë dekorative. Këto ndërhyrje synojnë të sjellin një transformim të plotë të infrastrukturës rrugore dhe mjedisit urban në lagjen Karbonar.